Mi po na jem trenin e fundit, them. Se nëse këto ngesëm, atëherë pasojat kanë me qenë të jashtëzakonshme për neve. Se çka do ndodh? Çka do ndodh ndërkohë? Kemi pas një farë ndryshimi esencial. Do të cilën në trend. Duani që kjo Kosova e 17 shkurtit 2008. Kosova e asaj ambicie që kishte edhe doktor Ibrahim Rugova. Mund të mos jetë të tillë nëse vijojmë në këtë mënyrë të pakujdesshëm për interesat madhore të shtetit, për nevojën që ka shteti sot. Të mos çoj dilema është apo nuk është shtet në marrëdhënie ndërkombëtare. Po, për atë, thash për flas për sigurinë. Siguria është pjesë e marrëdhënieve ndërkombëtare. Po, na folëm për çështje të brendshme që realisht i kemi kryer detyrat e shtëpisë. Pjesa veriore është integruar. Tash akoma ka punë atje, na flasim për aspektin e shtrirjes së sovranitetit, sigurisë më tepër, por jo integrimin. Na do të bëjmë shumë më shumë për integrim. Për të bindur serbët që Kosova është e tyre, këto institucione janë të tyre. Edhe ki modele të mira në Evropë. Kjo modelet europiane të integrimit të komunitete. Pse për shembull morëm që Serbia të mos lihet të fitoj betejë propaganduese ti manipuloj serbët, që qeveria mbase edhe vetë shoqëria bëj përpjekje të krijojë ambient pluralist politik të vetë serbët mos jenë të diktuar nga kontrolli i listës serbe, i një partie politike. Unë atje kam shkuar herës fundit për shkak të vetë trajnimeve, ata për zjartare, ku ta diun, për lidhje një element. Ata kanë filluar ta pranojnë, ata janë liruar për ekstremistëve serb, që me Radojčića, Veselinovića, që s'kan guzuar as fëmijë milion, domethënë vajzat të tjera, po rrugëve, ata vetëm në rrëfye mua, apo dhe ata kanë filluar të pranojnë ligjet, qoftë për një aktivitet them rekreativ, sigurisht gjuetia, të ligjërojnë prej komisionit ton shtetëror për provime, edhe për gja, edhe për armë, për ministrinë të brendshme. Po, në veri, 4 komunat, po. Edhe ata kanë menduar që s'kem na kapaciteti. Kemi ata që flasin, bazë kanë jetuar të izoluar në terr. Flasin gjuhën serbo-kroate, na kemi thonë, po. Edhe jashtëzakonisht janë integrohen. Integrimi do të ndodh edhe në aspektin e punësimit, edhe në aspektin e kulturës, sportit, edhe atëherë unë pas krijuar Superligën, Bambi atëherë do të kemi 100 kilometra. S'më kemi dalë për ekstremistëve serb në pjesën e Eurosibrit, do të kemi shkuar me hipermerdare basketbolliste. Që kjo është e vërtetë. Edhe ne duhet të bëjmë për tek kësaj, edhe është modeli evropian. Që për shembull të hapi mes Gjermanisë edhe Holandës. Qytetarët, etniteti gjerman që jeton në Holandë i ka përparësitë e veta, i ka ato benefitet e veta, qoftë në aspektin e çështjeve sociale, banimit, privilegjet sociale. Gjithashtu edhe ai holandez që jeton në Gjermani, ata kanë qenë me kalu veç kufinin këtu, ai është bashkim evropian, si janë si ne. Mirë po, jenë shtet, nuk është shteti që identiteti tonë, shteti nacional, por ai jeton holandezi jeton në Gjermani, ka benefitet e veta, sikur që Gjermani mjeton në Holandë. Kritikët e këtij pushteti i bishit si të qoftë e kanë vënë thumë sistematik zotin Kurti, që po përdor veriun për kapital, për ta kapitalizuar politikisht për veti, por jo edhe për Kosovën, sepse Kosova në sytë e miqve nuk po shihet që bëri ose përfasoi kurs vërtet mirë, po shihet si një vend fatkeqësisht që po godet pakicat. Sipas kritikëve. Po, sipas kritikëve, po. A i dashur Kurti sipas jush të punoj me kretë qendrat miqësore që ka Kosova për t'i bindur që ky kurs i tij politik, këto veprime nuk janë të drejtuara kundër serbëve. Po për atë po për ta forcuar paqen dhe stabilitetin objektivisht. Për këtë arsye, kjo do të më reflektuar edhe integrimet edhe në fusha të tjera, Domthonë përveç që i kem çfarë liruar komunitetin së dhe komunitetet tjera në veri të Kosovës për ekstremistëve vetë. Jo të vetë, po për pjesë atyre të komunitetit sërbë. Banditëve kriminalëve, po. Tash, ata më integruar në sfera tjera tjetër, në sport, kulturë, është i mundshëm sipas përvojës tonë. Unë po them për një sferë që kam provuar dhe ka funksionuar. Atëherë me basketball, ata luajshin hera e parë kur edhe në Pallat Rinis, veç u drejtë që komunizmi ka po bëhet. Lujtën ndeshët, tanaj përveç Gjakov që
ka qenë një rast kështu përjashtuar që nuk lujtën, dini, çfarë krime kanë ndodhur atje. Përndryshe tona qytetet vishin e shkojshëm, ata luajshin pjesën nëse Mitrovisi ishte si vendas pjesën e Palisës Minatori. Po sido që të jetë, duhet të them që në këtë mënyrë vjen dhe integrimi. Tash është çoqja e tyre do të jetojnë në Kosovë apo në Serbi. Mirë po, edhe në Kosovë do t'i kenë ato benefitet e veta. Kjo është modeli i Bashkimit Evropian. Nuk se kemi shpik na. Edhe aja funksionon. Dhe nëse shtrinë sovranitetin në aspektin e sigurisë, por integrimi sovraniteti është dimension më i gjerë. Edhe atëherë shuhon ato kritikat e ndërkombëtare, jo vetëm për aspekte këto struktura. Shumë mirë po që shumë struktura paralele me dokumentet, me automjete, me dokumente por ligje për shtësinë personale një problematik. Me heqjen e atyne kutatiune çartjeve trajtime sociale ato. Në formë janë bë punë të mëdha në veri. Mirë po çartja është tash që edhe mirë modele avancuese që ata të integrohen. Me kapitalizu thu politikisht. Ata po lëvizin lirshëm. Asnjë s'ka pas, ka pas njëre, u hoqën ato herë mbi shkrimet për tabela, po lëvizin lirshëm edhe të Serbisë tash në Kosovë pa incidente, është ashtu, sikur që të Kosovës po lëvizin atje, megjithëse edhe ato politika serbe po bën ato diskriminimet e veta, por realiteti është që ajo po funksionon. Do heqja e sistemit paralel. E çka nuk po funksionon, pra që ta me që i kemi bishi, nuk po bindën që na po veprojmë drejt, pra. Po, për atë po thomë, në aspekti integrimit në sfera tjera, e aty do të mja bu mendije, që po bëhet kjo në këtë fush, po bëhet kjo në këtë fush, edhe kjo me tregu që nuk është vetëm një masë represive për qartje veç me pas sigurin, me pas nivel, por edhe qartje të integrimit me fel tyre. Na kem arrit që për shembull rasti i fundit tash i zbulimit nëpërmes tre që për krime lufte, u zbuluan edhe mbetjet mortore të 23 intelektualëve. Kur ishin zbuluar ata, mos më pakon çështja e rregulluar me sigurisë në veri. Sa parashtrohet për fushicet në dyert mëdha, me bisedë me rute, ku ta diun për urën kryesore, atje. Akoma është një interes destruktiv i Serbisë për me bë obstruksione, mirë po na do të migro punës tonë. Mirë që bën edhe ato ngrat paralele, ka mundësi. Tash do mi treguar që na po bëjmë politika integruese, Serbia po bën politika me fushicë përmes listës sërbske këto, politika dezintegruese. Edhe bllokimi i lëvizjes lirë. Aty, kjo s'ka nonsens, ka logjik. E këto na do këtë element me hedh, me afro atyne, me thonë falë, na po ndërtojmë ura për lëvizje të tjera, për bashkëpunim mes komuniteteve, edhe s'ka më veri jo, po është Kosovë integruar. Ndërsa ky urën kryesore për shfrytëzon sikur një kal të trojes për me bë probleme më tepër politike. Këto do të mja tregue. Për këtë arsye, mendoj që ato që po e bojnë mirë, nuk po dim këtë produkt, këtë të arritur, mja o plasu në ndërkombëtarëve, qoftë në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, se këtë arritur është në interes gjitha komuniteteve. Tash nuk ka problem për pjesë të komunitetit veri, se i kanë atëre me automjetit çfarë i kanë pas, ata kanë rënë ndesh, se me një identifikuar që janë me paralele, me tabela paralele, normal ai ka qenë që thonë provokative për qytetarë tjerë, se është një ekstrem brenda shtetit tonë, po ta bënë një sistem paralel. Kjo është e tregimi, ai që ndreq ditën e prish natën. Po, shumë e vërtet. Po tash ata kanë kuptuar se sa ju ka mundsuar vetë heqja e këtij sistemi ilegal apo paralel, se na provum atëherë të kujtohet 2013-ën, u bë falja për krimet rënda, atëherë parlamenti një amnisti shpalli, jo për krime lufte, si shumë për krime. Po mirë po jënë falë shumë krime. Rojet e urës u kthyen në mbrojtje civile, madje u kthyen në polici, u kthyen në emergjenca, edhe fillon të integrohen. Kosova
ka provu gjitha modele. Por nuk kanë pasur sukses. Na si përjashtum, as kur ti mori leksionin nga qeveritë e kalume që patën asi përpjekje bashkë me komunitetin ndërkombëtar që ishin pa suksesshme në terren. Pa suksesshme, po. Na si përjashtum as policë serb, as prokurorët, as gjykatës, as doganierët, ata vetë. Kush i urdhënoi? Vučići, presidenti i vendit fëqinj. Ata jetojnë në Kosovë. Ata duhet mi përfil rregullat e brendshme. Ne po bëjmë gjithçka që me pru rend dhe qetësinë në veri, duke ofruar gjitha mundësitë, dash po flas prap, duhet akoma në aspektin e sigurisë nuk do të me reduktu veç sigurinë me prezencën e policisë, po edhe me sport, me fusha tjera, me këta fushat ku ata ndjehen të mirëfillit të integruar. Po dhe shoqëria civile më ofruar. Unë më shpesh këto debatet sigurisë vinë për vizrojisë veriu, kanë aspektet e veta, kanë kërkesat, kanë opinionet e saktuara, mirë po, jo në kuptim një ndarje, një përplasje që lidhet brenda asaj gëzhojës etnike, por një mundësi bashkëpunimit të mirëfillt mes se as pjesa veriore nuk është vetëm me komunitetin serb. Ka shqiptar, ka bosnjak, turq, pra edhe komunitete tjera në veri. Për këtë arsye, mendoj që është një arritur e madhe, po ne nuk po dim këtë sistem me ofrue. Edhe obstruksionin e Serbisë në krahasim me të një produkt të mirë nuk po di me tregtu. Me tregtu, po. Nëse figurativisht. Po. Edhe kur atë kisha vrejtje për shembull, nëse e mbyll një institucion, për shembull, një sistem të shërbim paralel, atëherë ti e krijon me një kushtet paraprake që me zaventu me diçka. E aty kem pas pak ngecje. Se ata fillojnë me hap kiosqet për te kufirit, ka drejtimi rashkës atje. Kiosqet për qoftë për konvertim të dinarit, euro, Kjo gjendje sipas jush në observimin tuaj zoti Bishi, do të ketë nëse më të mira për Kosovën edhe nëse zhvillohet çfarë do lloj dialogu matutje me Serbinë. Po, unë mendoj që ka me diktu edhe gjendjen e tavolina politike gjana në terren këtu. Po, për shkak tash jo rastisht ka filluar diskutimi, ka qenë planifikuar më herët çështja e dhënies pra në sigurim, menaxhim të edhe turës kryesorë të Tibrit, por njëkohësisht edhe manastirit të Deçanit. Edhe Graçanica sigurohet për zyrtarët policisë të Kosovës. Edhe objekte tjera, Patriarkana 5, mandej në Prizren, Bogumilia, këtë. Këto tregon që Kosova i ofron gjitha mundësitë edhe në mënyrë graduale të dorëzoj. Tash e pa të Vučići, dhe shqmen për çështje, mas pari reagimin e thina. Kundër komandantit forit i shkruaj rrugës. Edhe çfarë shprehësh turku, ku ta dinë të cilësuar. Po çdo që të jetë, kjo do të jetë graduale. Nuk do të na mungut me çdo kurs, nga se procesi po ecë mirë. Edhe nuk kemi përpara